Куќата која што вчера беше урната овде во старото градско јадро на Струга е под заштита на државата. Тоа е куќата на познатиот автор на македонската химна Владо Малевски и во неја со години се чува етнолошка поставка која што и сега поради актуелната ситуација е под ризик да биде уништена. Drejtori i Institutit dhe Muzeut të Ohrit, Goran Patçev, thot se puna në teren do të ndalet dhe do të bëhet një vlerësim i dëmeve, pas së cilës do të merren masa urgjente për të parandaluar dëmtimet e mëtejshme. Shtëpia e Vlado Maleskit është lënë për një kohë të gjatë në mëshirë të fatit, ndërsa është zbuluar tani disa muaj, thon banorët e Strugës. Objekti që duhet të mbijë pranë ndërtesës së mbrojtur po ndërtohet nga një investitor privat i cili e bleu truallin. Nemаме uvid ni kakva je. Ne nuk kemi asnjë qasje mbi dokumentacionin e ndërtimit, cila është licenca që ka investitori, kështu që në këtë moment nuk do të dinim çfarë të themi ose ku të drejtojmë gishtin, por duhet të ketë përgjegjësi sepse dëmi që është bërë është i madh. Mislim дека можеше да се спречи се. Unë mendoj se gjithë kjo mund të ishte parandaluar. Godina është lënë pas dore në këtë mënyrë për 3-4 muaj, por mund të bëhej një zgjidhje thjesht për të stabilizuar themelet e godinës dhe më pas mund të vazhdonte ndërtimi i godinës së re. Qytetarët ankohen për kaosin e pakontrolluar që po ndodh në Strug. Në Strug janë personi është peveleshte, komshi kemi muhabet të rregull të mirë, leja ka marrë për ndërtim, tash si e ka marrë, ku e ka marrë nuk e di. Nga ana im si komshi, unë i thom institucioneve që të marrin masa nga ana e krahut tim, të jepet leje të mundet ta mbroj objektin. Mos bëjmë rrezik për me rrezik. Porovi bezredje, nikako. Jam pa fjalë, çrregullim asnjë ligj nuk zbatohet për askënd. Tani kam ardhur të shoh, por është e frikshme. Ky është shkatrimi i historisë. Për ndërtimin e objektit nga pronari ZK nga fshati Velesht, ju kërkua nga Drejtoria për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore një mendim për kushtet mbrojtëse të konservimit dhe u mor një akt vendim për prishjen e ndërtesës ekzistuese dhe ndërtimin e një ndërtese të re. Kjo rrugë në Strugë është një nga të fundit ku ka ende pjesë të arkitekturës autentike të qytetit, e cila po zhduket me shpejtësi. Nga komuna e Strugës, asnjë përgjigje.